Preferenca për vetmin është një nga tiparet psikologjike më interesante dhe shpesh të keq kuptuara të natyrës njerëzore. Për dekada të tëra, kultura perëndimore ka promovuar idealin e shoqërueshmërisë së vazhdueshme, ku ekstraversioni barazohet me suksesin, shëndetin mendor dhe lumturinë. Në këtë kontekst, individët që zgjedhin të kalojnë kohë vetëm shpesh shihen me dyshim, etiketohen si të tërhequr, të trishtuar ose edhe të paaft shoqërisht. Megjithatë, psikologjia bashkohore ka filluar të vërtetojë atë që shumë njerëz e kanë ndjerë gjithmonë intuitivisht, se preferenca për vetmin nuk është asnjë patologji dhe asnjë rastësi, por më tepër një konfigurim specifik i personalitetit dhe sistemit nervor që ofron përfitime të thella për vetzhvillimin. Pëlqeni, abonohuni dhe shpërndajeni. Le të fillojmë. Për të kuptuar njerëzit që preferojnë vetmin, së pari duhet të bëjmë dallimin midis vetmisë së imponuar dhe vetmisë së zgjedhur. Ndërsa e para është një gjendje dhimbshme izolimi që mund të çojë në depresion dhe ankth, e dyta, që shpesh quhet vetmi, është një zgjedhje e qëllimshme dhe konstruktive. Ata që kërkojnë këto hapësira të reqeje nuk e bëjnë këtë nga urrejtja për të tjerët, por nga një nevojë jetësore për lidhje të brendshme. Kjo preferencë shpesh është e rrënjosur në një temperament introvert, por shkon shumë përtej një klasifikimi të thjeshtë të personalitetit. Është një mënyrë për të përpunuar realitetin që i jep përparësi thellësisë mbi gjersinë dhe reflektimit mbi veprimin impulsiv. Nga një perspektivë neurobiologjike, është vërejtur se truri i njerëzve që preferojnë vetmin reagon ndryshe ndaj stimujve social. Sistemi i shpërblimit, kryesisht i ndërmjetësuar nga dopamina, aktivizohet më pak intensivisht gjatë ndërveprimeve në grup krahasuar me ekstrovertët. Për dikë që shijon shoqërinë e vet, një bisedë e shkurtër në një festë të zhurmshme mund të jetë më e lodhshme se sa stimuluese. Kjo ndodh sepse pragu i tyre i stimulimit është më i ulët. Truri i tyre përpunon informacionin më intensivisht dhe me më shumë detaje. Kështu që ata kanë nevojë për periudha qetësie për të integruar përvojat e tyre. Nuk është se ata nuk i shijojnë njerëzit, por përkundrazi, sasia e ndërveprimit të nevojshëm për të arritur mirëqenien është dukshëm më e ulët. Një aspekt themelor i kësaj psikologjie është kapaciteti i lartë për vetanalizë. Njerëzit që preferojnë të jenë vetëm kanë tendencë të posedojnë një botë të brendshme jashtëzakonisht të pasur dhe komplekse. Vetmia u siguron atyre heshtjen e nevojshme për të dëgjuar mendimet e tyre pa ndërhyrjen e opinioneve ose pritjeve të tjerëve. Në këtë gjendje qetësie, individi mund të kryejë një analizë të thellë të emocioneve, vlerave dhe qëllimeve të tij. Është në vetmi që farktohet identiteti më autentik, i lirë nga maskat sociale që të gjithë veshim për t'u përshtatur në grupe të ndryshme. Kjo aftësi për të qenë vetëm me veten është, sipas shumë teoricienëve të zhvillimit, një nga shenjat më të qarta të pjekurisë emocionale. Kreativiteti është një tjetër shtullë që mbështet këtë preferencë. Historikisht, shumë nga përparimet më të mëdha shkencore, letrare dhe artistike kanë lindur nga mendje që kërkuan izolim për të punuar. Vetmia i lejon dikujt të hyjë në atë që psikologjia e quan gjendje rrjedhjeje, një nivel përqendrimi aq i thellë sa ndjesia e kohës zhduket. Pa ndërprerjet e vazhdueshme të jetës shoqërore moderne, truri mund të krijojë lidhje nervore të pazakonta dhe të zgjidh probleme komplekse. Për individin krijues, vetmia nuk është një boshllëk, por një hapësirë pjellore ku idet mund të mbijnë pa u shkelur nga gjykimi i menjëhershëm i turmës. Për më tepër, ekziston një marrëdhënie e brendshme midis preferencës për vetmin dhe autonomisë emocionale. Ata që ndihen rehat duke qenë vetëm, varen më pak nga miratimi i jashtëm për t'u ndjerë të vlerësuar. Kjo pavarësi i bën ata më pak të prekshëm ndaj presionit të bashkëmoshatarëve dhe tendencave kalimtare. Duke mos pasur frikë të jenë vetëm, ata janë më selektiv me marrëdhëniet e tyre personale. Ata preferojnë 2 ose 3 miqësi të thella dhe kuptim plotë ndaj 100 njojeve sipërfaqësore. Kjo krijon një paradoks interesant. Njerëzit që preferojnë vetmin
janë shpesh miqt më besnik dhe të vëmendshëm, sepse kur zgjedhin të jenë me dik, e bëjnë këtë nga dëshira e vërtet dhe jo nga një nevojë neurotike për shoqëri. Psikologjia sociale thekson gjithashtu se këta individ shpesh janë vëzhgues të jashtëzakonshëm. Duke kaluar kohë larg qendrës së vorbullës sociale, ata zhvillojnë një perspektivë më periferike dhe objektive të realitetit. Ata janë në gjendje të zbulojnë nuanca në sjelljen e të tjerëve që kalojnë pa u vënë re nga ata që janë të zhytur në ndërveprim të vazhdueshëm. Kjo aftësi vëzhguese shpesh përkthehet në empati të madhe. Edhe pse mund të duket kontradiktore, të qenit vetëm ndihmon që dikush t'i kuptojë më mirë të tjerët, pasi reflektimi personal lejon një kuptim të kompleksiteteve të gjendjes njerëzore në një mënyrë që biseda e vazhdueshme nuk e bën. Nga një perspektivë e shëndetit mendor, vetmia e zgjedhur vepron si një mekanizëm rregulimi emocional. Në një botë hiper të lidhur, ku njoftimet e telefonave celular dhe kërkesat e punës janë të pandërprera, truri jeton në një gjendje stresi kronik. Personi që kërkon vetmin, në realitet, po praktikon një formë të higjienës mendore. Tërheqja vullnetare ul nivelet e kortizolit dhe lejon që sistemi nervor parasimpatik të aktivizohet, duke nxitur relaksimin dhe rikuperimin fizik. Është një akt ruajtjeje në të cilin individi pastron mendjen e tij nga rrëmuja informative dhe emocionale e akumuluar gjatë ditës. Pastaj, pëlqeni, abonoheni dhe shpërndajeni. Është e rëndësishme të përmendet se kjo preferencë nuk është një rastësi thjesht biologjike ose mjedisore, por përkundrazi, rezultati i ndjeshmërisë së shtuar. Shumë nga këta individ janë njerëz shumë të ndjeshëm, që perceptojnë mjedisin përreth me një intensitet të jashtëzakonshëm. Një qendër tregtare ose një zyrë me kabina të hapura mund të duket si torturë shqisore. Për ta, vetmia është e vetmja mënyrë për të rilidhur me veten dhe për të shmangur lodhjen nga mbistimulimi. Në këtë kuptim, preferenca ndaj vetmisë është një strategji mbi jetese inteligjente dhe adaptive. Megjithatë, shoqëria shpesh imponon një stigmë që këta individ duhet të mësojnë ta menaxhojnë. Që nga fëmijëria, fëmijët janë në presion që të luajnë gjithmonë në grupe, dhe një fëmijë që preferon të lecojë vetëm në një cep, etiketohet si shkak për shqetësim. Ky presion mund të gjenerojë një ndjenjë pamjaftueshmërie. Por ndërsa individët piqen dhe e kuptojnë psikologjinë e tyre, ata zbulojnë se nevoja e tyre për vetmi është një forcë. Ata mësojnë se nuk duhet të kërkojnë falje që kanë refuzuar një ftesë, ose që kanë preferuar të kalojnë një natë të shtunë në shtëpi me një libër, në vend që të jenë në një bar. Liria që të jep vetmia është e pakrahasueshme. Është liria për të qenë vetvetja pa dëshmitar. Në vetmi, dikush mund të jetë budalla, i shkëlqyer, i prekshëm ose i çuditshëm, pa frikën e talljes. Kjo mungesë e gjykimit të jashtëm lejon eksperimentimin personal që është jetik për rritjen. Duke mos pasur nevojë të negociojë vazhdimisht dëshirat e veta me ato të tjerëve, personi që preferon të jetë vetëm zhvillon një ndjenjë shumë të qartë drejtimi në jetë. Ata e dinë se çfarë duan, sepse kanë darë kohë për t'ia bërë vetes këtë pyetje vetëm. Në sferën e marrëdhënieve romantike, kjo karakteristik luan gjithashtu një rol vendimtar. Një individ që shijon vetminë e tij nuk kërkon dikë që ta plotësoj ose të mbush një boshllëk, por dikë me të cilin të ndaj ekzistencën e tij tashmë të pasur. Kjo parandalon marrëdhëniet e bashkëvarësisë. Aftësia për të qenë vetëm brenda një marrëdhënie, e njohur si vetmi e përbashkët, është një nga nivelet më të larta të intimitetit. Kjo do të thotë që dy njerëz mund të jenë në të njëjtën dhomë, secili në botën e vet, duke respektuar hapësirën e njëri tjetrit, pa u ndjerë të kërcënuar nga heshtja. Nga një perspektivë ekzistenciale, një preferencë për vetmin na përball me të vërtetën themelore se lindim dhe vdesim vetëm. Ata që e shmangin vetmin me çdo kusht, shpesh ikin nga ky realitet dhe boshëllku që ndonjëherë ndjejnë brenda. Në të kundërt, ata që e përqafojnë atë kanë bërë paqe me ekzistencën e tyre.
Ata kanë mësuar të jenë shoqëruesit më të mirë të vetes, duke transformuar botën e tyre të brendshme në një vend mikpritës. Kjo paqe e brendshme është një nga mbrojtjet më të forta kundër krizave të jetës. Duke parë drejt së ardhmes në një shoqëri gjithnjë më të fragmentuar nga teknologjia, por paradoksalisht më të mbikëqyrur, vetmia e zgjedhur bëhet një akt rezistense. Është një mënyrë për të rimarrë pronësinë e vëmendjes dhe kohës sonë. Personi që preferon të jetë vetëm, po thotë se vlera e tij nuk varet nga lidhshmëria ose aftësia e tij për të argëtuar të tjerët, por nga thelbi i tij. Është një justifikim i individualitetit në një epokë të kolektivizmit digital. Si përfundim, psikologjia e njerëzve që preferojnë vetmin zbulon një profil individësh me inteligjencë të lartë emocionale, kapacitet të madh krijues dhe autonomi të fortë. Nuk është rastësi që ata kërkojnë tërheqje. Është një përgjigje ndaj një nevoje biologjike dhe mendore për të përpunuar botën në thellësi. Vetmia nuk është një problem që duhet kuruar, por një burim që duhet kultivuar. Duke e vlerësuar dhe respektuar ata që zgjedhin heshtjen dhe vetanalizën, shoqëria mund të përfitojë nga perspektivat e tyre unike dhe ekuilibri i tyre. Shëndeti i vërtet mendor nuk konsiston në të qenit gjithmonë i rrethuar nga njerëz, por në të qenit në gjendje të gjesh për mbushje. Si në përqafimin e një të dashuri, ashtu edhe në qetësinë e shoqërisë sonë. Në fund të fundit, ata që dinë të jenë vetëm, nuk janë kur vërtet të pafuqishëm, sepse kanë ndërtuar një shtëpi brenda vetes që do të jetë gjithmonë e disponueshme, pavarësisht nga rrethanat e jashtme. Vetmia është, në fund të fundit, arti i lullëzimit në kopshtin e mendjes sonë, një hapësirë ku bukuria nuk ka nevojë të shfaqet për të qenë reale dhe ku heshtja është gjuha më elokuente e shpirtit. Ky proces i ndërtimit të brendshëm nuk ndodh brenda natës. Është rezultat i viteve të tëra vetanalize dhe një marrëdhënie të ndershme me frikërat e veta. Kur një person i kushton kohë zbulimit të vetvetes në qetësi, ai fillon ta pajisë këtë shtëpi mendore me kujtime të përpunuara, vlera të forta dhe një vetpranim që nuk varet nga duartrokitjet e botës së jashtme. Në këtë strehë private, individi nuk ka nevojë për leje për të qenë ai që është. Muret e kësaj shtëpie janë bërë nga një siguri që stuhitë shoqërore nuk mund ta shembin. Prandaj, pafuqia bëhet një pamundësi emocionale, pasi gjithmonë ka një vend të sigurt për t'u kthyer, kur realiteti i jashtëm bëhet armiqësor ose kaotik. Metafora e lullëzimit në kopshtin e mendjes së dikujt nënvizon se vetmia është një aktivitet dinamik, jo një gjendje pasive. Ashtu si një kopsht kërkon vëmendje, bota e brendshme e dikujt që preferon vetmin është e mbushur me të kora intelektuale dhe emocionale që janë kujdesur me kujdes. Çdo libër i lexuar, çdo reflektim natën dhe çdo moment vëzhgjimi në heshtje janë fara që krijojnë një pasuri shpirtërore për të cilën shumica e njerëzve nuk janë të vetëdijshëm. Ky lullëzim nuk kërkon shikimin e të tjerëve. Nuk ka nevojë të fotografohet ose të ndahet në mediat sociale për të pasur vlerë. Ai ekziston për vete, duke ofruar një kënaqësi të pastër, sepse buron nga rënja, jo nga pamja e jashtme. Në atë kopsht, heshtja pushon së qeni një boshllëk i pakëndshëm dhe shndërrohet në gjuhën më elokuente të shpirtit. Është në mungesë të zhurmës që shpirti arrin të artikullojë të vërtetat e tij më të thella. Ata që kanë frikë nga vetmia, shpesh kanë frikë nga kjo gjuhë, sepse heshtja është një pasqyrë që nuk gënjen. Megjithatë, për ata që kanë përqafuar vetmin, heshtja është një dialog i vazhdueshëm me thelbin e tyre. Është një formë komunikimi që tejkallon fjalët dhe i lejon dikujt të kuptojë jetën e vet nga një perspektivë paqeje dhe qartësie. Në fund të fundit, kultivimi i kësaj hapësire intime është akti më radikal dhe i nevojshëm i dashurisë për veten, duke i lejuar individit të bëhet udhërfyesi i vet dhe shoqëria e vet më e mirë. Pëlqejeni, abonohuni dhe shpërndajeni. Deri herën tjetër.